pak durim për ta mbyllur. Atëherë, një nga akuzat e zotit Meta është korrupsioni pasiv. Paktën të gjithë e dim që korrupsioni është diçka që ti merr diçka nga dikush tjetër që ta ofron është personi pasiv. Që nuk kupton që ti pasi ke bërë një korrupsion, ke mbledhur një shumë të ardhura, qofshin këto në lek, në euro, në dollar ose pasuri të paluajshme. Por në logjikën tonë, jo juridike, në logjikën e njeriu të thjeshtë, se unë duhet ta thjeshtësoj, nuk po flasim këtu para gjykatës. Një njeriu i cili akuzohet për korrupsion, pasuria të ardhurat janë zero. Ku e ka bërë ky këtë korrupsioni? Ku e ka bërë? Se është normale, nëse ti bën për pastrim produkteve veprës penale, do të gjesh produktin një herë, pastaj do vëm te pastrimi. Kush është produkti këtu? Që pas ka bërë pastrimin ky, sepse prokuroria ka akuzën e pastrimit produkteve veprës penale. Që të vëm te pastrimi, do të vëm te produkti. Kush produkti që zoti Meta ka? Kjo është, më thënë, është pyetja më elementare e atyre që dhe në vitin e parë bachelor. Jo më një gjyqtarëve që ne i paguajmë nga 8.000 në 10.000 euro. Nuk i kujtoj lekët, po i paguajmë aq sa nuk paguhet asnjë prokuror dhe gjyqtar sot në Europë. E të thot dhe të bëj akuzat të tilla është e papranueshme mor, se të thyen logjikën, jo juridike, po thyen logjikën e njeriu normal. Duhet të ketë, po ju bëj një praktë analizë ligjore. Kompetenca, atëre, pra korrupsioni kërkon, thot ligji, përfitim të padrejt material dhe jo material. Lidhje shkaksore të detyrës, veprimin apo veprimi kundër ligjit. Të tre këto element mungojnë. Të tre këto që janë elementet bazë të korrupsionit mungojnë. Sepse njerëzit sot e shikojnë që bën Ajatullahu Tiranës sot bën ligje personale që ai jep X-it Y-it dhe pive erën 33.000 euro dhe i kujtojnë 8.000 euro operacion një njeriu që ka 34 vite politik, more, kupton çfarë banaliteti është dhe nuk e thot 8.000 euro, po thot 800.000 euro, po pse bëhet kjo? Ka qëllim kjo nga prokurorët dhe gjyqtarët. Ka një qëllim caktuar që t'ia hedhi turmës atje. Turma Jakobine është gati të shqyej, si alibia që u krijua atëre për të vrarë mbretin në Francë. Ja kështu lindi atëre. Alibia. Marie Antoinetës. Kështu lindi. Ajo po ha me Luk Flori, ju disni për bukë, bën revolucioni francez. Ja kështu. E njëjta skenë është. Sepse janë të njëjtët njerëz, të njëjtët mentalitet, të njëjta frymë. Po jo, nuk është kështu. Kjo, më thënë, është thelbësore për njeriu i cili akuzohet për korrupsion që duhet të ketë provën e korrupsionit, pastaj pastrimin e produkteve veprës penale. Kjo është elementare, e kupton edhe mamaja ime atje në shtëpi. E kupton që po nuk pate një produkt, nuk e si ta pastrosh produktin pra. Po su bë pis, nuk e pastron. Dhe kjo punë e njëjta gjë është. Por e kuptoni ku ka arritur niveli këtyre apo jo? Niveli i papërgjithshmërisë asaj, shiko, unë e di pse flas kështu, ta kuptoni këtë gjë. Jo sepse është zoti Meta, të kuptojmë një çik. Unë kam qenë koherent, mund të qenë ato vetëm të avokat larg modestisë, që jam në një koherencë totale për sa i përket atij institucioni atje. Sepse unë i njoh çfarë do të thotë gjykata dhe prokuroria sociale. Unë e di çfarë do të thotë. E kam votur 2 breza unë, prokurorisë dhe gjykata speciale. I kam votur 2 breza që 45. Dakor? Dhe unë e di çfarë do të thotë inkuizicion. E di çfarë do të thotë persekutim politik. Po mërë po, edhe Bari Omari me shok, 45 nuk u vranë se ishi kundërshtar, nuk u qësi kundërshtar ata, u vranë si tradhtar, se du gjithë është një akuzë. Atëre s'kish korrupsion, tani ka shpika akuzën e korrupsionit, këta, dhe i fusin në burg. Po t'ish dëni me vdekje dhe do t'i pushkatoni. Ka që shumë e thjesht, pra është e njëjta filozofi, edhe vetëm se paketohet ndryshe, ka atë paketim e emballazhimin, ndryshe, nuk është paketim bolshevik, po është paketim rilindas, ja kjo është. Unë kam qenë koherent që ditë e parë. Që kjo është gjykat bolshevike e cila është janë kthyer në toga të kuqe të pushkatimit. Toga të kuqe të pushkatimit janë këto gjykata sot. Kështu që presidenti
ta di gjithë shqiptarët, është presidenti më dinjitoz që kam patur në historinë e tyre. Kjo e kam bindje këtë, sepse këtë bindje mua ma ka krijuar me 70 e ca mijë faqe dhe prokuroria. Unë bindjen që them presidenti, zoti Meta, është njeriu më i ndershëm, më patriot që ka pat ky vend nga liderët e tyre, 145 apo deshët e sot, sepse nuk i ka krijuar shtetin shqiptar zero dëm pasuri, në pasurinë e tyre të shqiptarëve. Zero. E dini ta thot zero. Kjo është e vërteta. Le të më bëjnë me mua gjithë ditën këta. Të më bëjnë, nuk kam asnjë problemi, nuk jam i nuk kompleksoj fare, po fare. As sulmet që më bëjnë, as na gjë prej gjë, po fare, unë kam imun nga këto. Ma ka dhënë këta imunin mua. Këta ma ka dhënë imunin që e lindjen e parë. Kështu që nuk kam problem. Por e vërteta është kjo, që në ka patur një njeri i cili ka punuar me ndeshmëri, por pa dyshimor shqiptar jemi, të gjithë. Kemi pirë dhe një kafe, kemi ngrënë dhe një drek. Po mërë po. Po këto nuk është korupcion. Korupcion është kur vjet buxhetin e shtetit, kur jep copa Shqipërie, jep Shëngjinin, jep Gjadrin, jep Butrintin, jep portin e Durrësit, jep portin e Vlorës. Në toka shqiptare sot e marrin naftën që shqiptarët janë larguar, e marrin naftën e menaxhon të huajt, ja, kjo është trafik kombëtare. Merr me Zogu dhe me Sapashun, e keni këtu tradhtarët këtu. Dhe kjo gjykatë e prokurori nuk vepron. Pse nuk vepron kjo? Gjykatë e prokurori. Dakor? Ja, kjo është e vërteta. Kështu që edhe një herë për ta mbyllur, u them shqiptarëve, sepse ata që kanë trurin të shplar, e kanë mbushur ndarë mendje. U them aty të ndershëm shqiptar, që presidenti Meta po vuan një persekutim politik, s'ka lidhje fare, po fare me korrupsionin, as me shpërdorim detyre, as me deklarim me mos deklarim, po fare, dhe është njeriu i cili më i ndershëm, sepse këtë ne ka faktuar prokuroria posaçme me gjithë hetimin e saj 34 vjeçar. Faleminderit. Si është të shtoj vetëm